Përshëndetje të dashur për pjesëmarrës, këtu e kemi Safirin e radhës, njëri që është prapa krejt kësaj skene, prapa AMC Hall, Besfar Berisha, mirë se erdhën në PR Zonë. Faleminderit për mundësinë. Kënaqësi pas këtu dhe kënaqësi me bashkëpunu për një summit kaq të madh. Nuk dija kishim e realizu pa juve. Qysh ke për juve reagimi fillimisht kur erdhi ideja e shpalosur nga Arioni, qysh e pritet edhe qysh ju ka duk? Me thonë, kur jemi taku herën e parë, nuk kemi qenë shumë të sigurt nëse dojnë me realizu këto, për shkak se na kemi pas dyshimet tona se qysh ka me përfundu, po takimi i dytë pastaj ka qenë shumë i sigurt se eventi ka me qenë këtu dhe kemi me realizu. Kemi marrë draftin e parë të skenave se qysh do me i realizu, edhe ide se qysh e ka menu komplet eventin, dhe kemi nis punën, me thonë drejtën nuk kemi prit as vetë se do t'jetë në këtë nivel, nuk kom prit as dje një ditë para eventit, derisa sot mëngjes jemi ardhur dhe kemi pa nivelin që është bo, dhe menoj që kushdo që ka qenë në këtë sallë, nashta edhe 3 ditë ma herët, sot ka qenë i surprizum për të mirë se në çfarë niveli është transformu, edhe pse puna ka fillu nashta 3 javë ma herët, po ka qenë shumë rëmuj derisa është realizu, është punu deri në minutën e fundit, dhe menoj që është një tjetër nivel. AMC Hall s'ka pas asnjëherë ma herët këtë lloj eventi edhe këtë dukje. Kryesisht është përdor për koncerte, kemi pas koncerte të ndryshme, evente të ndryshme, po jo të nivelit të tillë. Tash shërbimi jonë është zakonisht i universal për të gjitha llojet e eventeve, mirë po transformimi që është bo këtu menoj që është gjithçka ndryshe edhe për neve edhe për njerëzit që janë ardhur, njerëzit që e kanë pa sallën ma herët, edhe që e kanë pa transformimin, menoj që kanë bo një punë të shkëlqyshme, edhe një organizim, po besoj që është në nivelin evropian, që kushdo që viziton evente të tilla jashtë, mundet me i pa shumë ma të mëdha si hapësira, por organizimi është 99% i njëjtë, nuk ka që mungon diçka. Besfar, nga kjo po konkludoj se bashkë kemi vendosur një standard të ri të organizimit të eventeve, edhe si Kosova Gjab edhe si AMC Hall, po ku qëndron ai arti i ekipes tuaj që punojnë me pasion ditë e natë pa u nal, me kriju evente kaq mëdha edhe me besu vizionin e atyre organizatorëve, edhe kur nuk duket shumë lehtë e arritshme. Menoj që energjia që ka ardhur prej ekipes së Kosova Gjobit, ku gjithçka është bo në bashkëpunim edhe me ekipin ton, menoj që gjithë ekipin e ka marrë shumë të forcuar dhe kërkush s'është kursy për asnjë rast me realizu edhe diçka që kërkesa në fillim kanë mujt me qenë të parealizueshme ose të parealizueshme më herët, të cilat i ke provu, i ke pa dhe i din se qysh funksionojnë. Po kjo është zakonisht puna jonë që asnjëherë nuk është që diçka e fillon me bo një event, e nis veç me një po e bojmë, edhe masnej rrugës e kupton se sa probleme dalin për të cilat këtë ekipi është i gatshëm gjithmonë me i zgjidh, edhe menoj që është bo fal ekipit që është mrapa edhe Kosova Gjobit po edhe AMC-s, për shkak se menoj që Chelsea këtë saj puni janë ekipi i cili punon çdo ditë në AMC, sidomos i pjesës teknike që janë marrë vazhdimisht kam punu, me thonë ashta 3 javë që janë të angazhuar çdo ditë për me realizu eventin në nivel të tillë, dhe besoj që janë sprovu shumë detaje të cilat nuk janë menu në fillim, por rrugës nuk është anulu asnjë pikë në të cilën kanë thonë s'mujna me realizu. Domethënë çdo kërkesë që ka ardhur ka mujt me pas shumë panjohura, shumë probleme, por në fund nuk është diskutu asnjëherë që një diçka nuk do të bëhet. Domethënë është thjesht është menu vetëm se çysh do të bëhet zgjidhja. Si faleminderit shumë për gjitha këto detaje, edhe unë jam e pasionuar me entuziazmin edhe ekipes juaj, po është e vështirë me menaxhu një staf teknik, po flasim vazhdimisht për kompani që operojnë fusha ndryshme, po që është koordinimi ku shpesh kërkohet me punu edhe ma shumë se orari edhe punë ma të vështira që kërkojnë edhe impenjim fizik edhe përkushtim të madh. Po AMC funksionon në 4 si me thonë kompani të ndara mrena vetes, që është AMC Corporation, që është si
koka e të gjitha ideve që kanë ardhur mas pjesës, se fillimisht ka filluar si rental kompani që on marr vetëm me dhënie të pajisjeve tilla, pastaj ka ndërtuar AMC Hallin, AMC Store dhe është një kompani tjetër e cila merret me AMC Marketing, që është në partnership me një koleg timin, të cilin e majna që ka disa klienta shumë serioz, menoj ndër klientat më të rëndësishëm që operojnë në Kosovë, kryesisht janë ndërkombëtar, si është Philip Morris International, është Red Bull, janë disa klient të rëndësishëm, menoj që pastaj secili sektor e ka personin përgjithës i cili e menaxhon punën e vet. Ndërsa te pjesa e pajisjeve teknike, kjo që e ka ndërtu pjesën teknike të krejt eventit, kryesisht merrem unë, po janë edhe 3 persona të tjerë të cilët janë të involvuar direkt në këtë punë, që është Shkumbini, Nertili dhe Vetoni, të cilët janë emrat më të përmendëm këto ditë këto, dhe ata me thënë drejtën ju e dini, unë nuk është që kam marrë çdo ditë me pasi që kanë ardhur, se herë kom pas sene të ndryshme, mirë po ata e kanë marrë kërkesën e kanë realizuar. Këta e bojnë çdo ditë këtë punë, janë të mësuar, nesër këtu ka një event tjetër, edhe nëse dikush vjen sot dhe vjen nesër në mëngjes, këtu sheh krejt diçka tjetër edhe sheh që gjithçka që po shohim këtu është hek, edhe në mramje fillon një event tjetër, kështu që ata janë 3 persona të cilët e realizojnë praktikisht krejt punën e bojnë. Ata janë të mësuar praktikisht, edhe familjet e tyre që ata dalin mëngjes në ora 8 e kthehen në shtëpi në ora 10 natës, 12, nuk ka asnjë orar, ju e dini vetë se nëse merresh me këtë industri nuk është koha e caktuar se kur fillon, ti e din se kemi dalë në punë, mirë po përfundon. Nuk varet gjithmonë prej teje. As pak prej neve, varet prej punës, eventet janë strikte, nuk mundesh kur gjë me shty, me thonë hajtë se bën nesër, eventi fillon sot në ora 8, kërkush nuk i intereson nëse ti ke pas një problem dje që s'ke mujt me zgjidh, ato duhesh me zgjidh deri në ora 8 mëngjes. Kështu që janë mësuar, mendoj që janë shumë profesional, janë ekip i cili Shkumbini jena bashkë thuajse prej themelimit të kompanisë, që ka thuajse 15 vjet në kompani. Nertili është gjithashtu që është 8 vjet këtu, është Vetoni që është ardhur më vonë, po është ambientu, ka punu gjatë me neve dhe jashtë pa qenë pjesë e kompanisë. Kështu që mendoj që se kemi stafin më të kompletuar për pjesën, e padyshim që është edhe Zyrja, që është Elza, që është pjesë e panelit, që është menoj koka mrena e krejt rrjedhës menaxhimit të njerëzve, të stafit, të financave, të plot punëve që nuk doken veç këtu, po thjesht janë në zyre mrena që e mundsojnë mu realizu projektet kudo që i bojmë teren, se që na nuk është që japim shërbime vetëm këtu, japim në gjithë Kosovën, në për shumicën e koncerteve që janë bërë sot, që i din plot, i realizojmë. Jemi pjesë e shumë punëve në Sunny Hill, në Beerfestin e kemi në bashkë organizim me një kompani tjetër dhe japim gjitha shërbimet për Beerfest, karnevali në Suarek, e plot festivale tjera që janë masive, konferenca ndryshme që realizohen praktikisht prej neve. Në disa jemi organizator, në disa jemi vetëm si shërbys me pajisje teknike, disa jemi me shërbim me pjesën e marketingut, kryesisht të organizuar që ashtu që me mujt klientit mi dhon shërbim në një vend të gjitha shërbimet. Mos me pas nevojë shumë me kërku, edhe pse Arioni e ka pru një industri të veten, që nëse dikush e sheh sa punë është bë, duhet me kuptu që këtu për me kam punu nështa javën e fundit mini 100 veta që janë angazhu për me realizu këto. Të llojeve të ndryshme, sepse kështu kur e shet të gatshme duket shumë e thjeshtë e merr edhe mirë, po kush është mrapa e kupton që këtu janë 100 veta të cilët kanë punuar nështa minimum veç 7 ditë e fundit janë angazhu që kanë punuar prej orës 8 mëngjes nështa deri në mramje për mu realizu. Faleminderit shumë Besi, faleminderit për këto detaje, suksese në eventet e tjera. Faleminderit të juve. Shihemi.